Sfidat, provokimet që bën armiku, këto janë nxitësit kryesor të ekstremizmit. Këtë që të organizata, vlla, unë që të kredve juve për thënë, nëse shihni dikone për shkak që e shanë fin, apo që kollë Kur'anin, apo ku kredve unë më thonë dhe ju thënë, kini kujdes, lajmëroni, policinë, senën e këni, ata marrin përgjegjësinë tek Allahu azza wa jall. Ama ka të ri që janë entuziast ku ta shohin që e kollë para syve Kur'anin nuk mund me bajt. Përgjegjësia është e ti, jo s'është te unë nuk është. Unë i them mos e bën, ki kujdes. Mirë, po përgjegjësia është e ati. E më konkretisht përgjegjësia është e institucioneve që 2 vjet, në të ditë tu e shojt fin, nuk di unë apo mirën as po thënë që po mirën, nuk e di po ta shohin përfundimin. E nëse këta nuk mirën, institucionet nuk mirën, ta veç e bëjnë si të normalizuar atë çështje, atëherë ti sa dush foli trinjeve, thotë unë për çat Kur'an po jetoj bre? Haj po ma shanë mu për para Kur'anit, ti po kalëzesh sabër me bua. E kushtë përgjegjësia e institucioneve. Ata duhet minal këto. Wallahi për 24 orë me minal. Që shinale njësisin, 150 vete i arrestun për një ditë, kur tonë shteti mundet. Mirë po nuk përbajnë, edhe do mi shkaktojnë. Po i njëri u qu, po shkavi hini bre subhanallah, hiç që nuk e bën, për shembull ato anti-islamistat, shkavi hini dhe ta qet kokën e derrit midis xhamis. Ose hin xhamia dhe shkel Kur'anin apo ta nënçmon. Po njëri aty u qu dhe boni naj skandal boni. Ku përgjithësia e kujt është këtu? Pastaj përgjithësia jeme nuk është. Se unë nuk më thonë zbën me bo ato. Edhe e gjykoj në mënyrë të prerë që zbën mi bo ato, kret vllaznive i thonë, i boni dom islamit me bo asi veprime. Por se i riu në ato momente i hub kontrolli. Edhe përgjithësia bie mbi ata që e kanë ligjin dorë. Edhe ata duhet minal këtë sene.